Sot do flasim për riprodhimin e kafshëve, një temë shumë interesante për ne në klasën e 5. A e dini se si ndodhin këto procese? Riprodhimi është mënyra se si kafshët krijojnë pasardhësit e tyre. Kafshët përdorin dy mënyra për të krijuar të vegjëlit, me një prindër ose me dy prindër. Mënyra me dy prindër. Në këtë mënyrë duhen dy prindër, një mashkull dhe një femër, të cilët bashkojnë qelizat e tyre. Shembuj të mënyrës me dy prindër: qend, macet dhe kafshët e ndryshme. Pjesa më e madhe e peshqve. Shpendët dhe zvaranikët, të cilët riprodhohen me anë të vezëve. Mënyra me një prind. Disa organizma shumë të thjeshtë krijojnë të vegjëlit vetëm me një prind. Ylli i detit rritet nga një pjesë e trupit. Koralet krijojnë pjesë të reja që rriten dhe formojnë grupe të mëdha koralesh të tjerë. Algat e gjelbra kanë një mënyrë të veçantë për të riprodhuar. Ato thjesht ndahen në dy ose më shumë pjesë duke krijuar kështu organizma të rinj. Si rriten të vegjëlit? Të vegjëlit zhvillohen në disa mënyra, zhvillohen brenda nënës, të quajtur ndryshe dhe gjallëlindësit. Në vezë ose siç i quajmë ndryshe, vezorët. Insektet riprodhohen në dy faza, nga vezë në larvë dhe nga larvë në insekt të rritur. Ky ishte dhe informacioni për këtë temë. Të mësojmë më shumë dhe të bëhemi të apasionuar pas kafshëve.